dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë me gjithë zemër për t'ju uruar mbarësi në çdo hap që ju hidhni. Marubi, ky muze kombëtar i fotografisë përmban shumë histori, kulturë, ecuri, kronik, mjeshtri, zëra që të rasin e të kumbojnë në vesh si tinguj shumë pikant, por edhe ndjesi që të bëjnë të mendohesh, të shkosh, të depërtosh në çdo gjë që ai paraqet, të dialogosh e të ndjesh një ecuri që gjallon në vite nga thellësia. Natyrisht të nxjerrësh këto xhevajrate, po përdor një term që përmendet në Shkodër, është kthyer tashmë në një mision të këtij muzeu, të punojësve, të mjeshtrave të fotografisë, të artistëve dhe studiuesve që afrohen në këtë muze. Jemi para një eventi i titulluar Ekspoze, një ekspozit e cila e fton spektatorin, artëdarsin në një marrëdhënie disi të veçantë që ofron fizikën me emocionale. Orestia Kapidani është një fotografe e njohur, e cila i drejtohet më së shumti fotografisë si medium, por edhe me pjesëmarrje të gjerë të saj në mjaft aktivitete dhe ekspozita që lidhen brenda vendit, por edhe jashtë si Gjermani, Francë, Itali, dhe është kuratoria e kësaj ekspozite të titulluar Ekspoze. Ajo është e ftuara ime sot në Mirëmëngjes Shkodër. Nadia e mirë se erdhe. Vjen shumë mirë Orestia, jemi takuar vazhdimisht, por më vjen mirë që takohemi gjithmonë me punën tuaj. Po, se është shumë kënaqësi për mua rikëthimin në vendin e linjes, po dyshim, por i bashkuar me punën bëhet edhe më interesant edhe më për mu më sjell shumë më tepër dëshirë për të kenë edhe në Shkodër, pra janë të dyja bashkë, edhe normalisht aq më tepër që në këtë rast ktheheni duke prekur shumë të shka nga ajo që quhet kulturë materiale, por jo vetëm shpirtërore, diçka që lidhet me historinë, me të shkuarën, po që vjen nga thellësia si emocion. Jeni kuratore e kësaj ekspozite. Çfarë është kjo ekspozit? Kjo ekspozit ka përveç edhe titullin e ka të tillë, sepse nxjerr në dritë disa në këtë rast kryesisht janë objekte, të cilat kanë qenë të rezervuara për fotografët dhe me fjalë aty ku janë prodhuar me mira foto, gjitha ato pajisje, është një eksperiencë shumë e bukur ti shohësh këto materiale, këto pajisje që vinë jetë, pra një pjesë e madhe e tyre, dhe ka qenë një punë edhe kërkimore gjatë gjithë kësaj përgatitjes së ekspozitës, edhe jashtëzakonisht impenjative, interesante, sepse fotografia është e lidhur ngushtë me teknologjinë edhe me teknikat e zhvillimit, para gjatë zhvillimit të saj, dhe kjo ekspoziti përmbledh gjitha, por ajo pjesa e thellësisë ka disa arsye pse është vjen nga fakti që është një ambient i mshehur për të tjerët, pra ku rrinin vetëm fotografët, është një habitat. Një habitat i veçantë. Ku nuk hynin tjerët, pra dhe është njëkohësisht për mua sepse edhe unë kam një dhomë të errët, edhe unë kam një laborator, kam atë pjesën ku eksperimentoj vetë, dhe aty krijohen disa marrëdhënie që janë shumë intime dhe kanë lidhje drejt për drejt edhe me mua, njëkohësisht edhe pse këto i përkasin një dinastie në më të rëndësishme të Ballkanit, fotografisë, lëvrimit fotografisë në Ballkan. Pra, këtu kemi të bëjmë me
atë përfshirjen time personale edhe atë çka shumë e bukur. Përfaqëson faktikisht. Siç duket drejtuesit e muzeut kanë qetur tamam pikën të veçantë, efikase për t'ju drejtuar. Ato duke njohur ndoshta edhe nga projektet e tjera, edhe e dinin që un kam këtë marrëdhënie me këtë pjesë të fotografisë, edhe kur ftesa e tyre ishte për mua jashtëzakonisht emocionuese, diskutohet. Dhe du ta them edhe që në fillim edhe pse mund thohet në fund, po do ta them që bashkëpunimi me atë staf, me Lucianin, me Lekën, me Tejan, me Gjergjin, me Kolën, është me gjithë stafin e Marubit, është një punë, një marrëdhënie njerëzore dhe në aspektin profesional shumë e arritur dhe shumë e mirë. Ajo sjell gjithmonë ky lloj bashkëpunimi mund sjell edhe fryte. Absolutisht. Në fakt si ide lindi nga muzeu apo u bashkua edhe me ndjeshmërinë tënde? Lindi nga muzeu me dëshirën për të ringjallë një pjesë të arkivës dhe me atë njohjen që kishim bashkë dhe duke ditë pra dhe këto interesat e mia me teknologjinë. Këto janë objekte që në fakt i dispononte muzeu, apo janë fruti një pune kërkimore të vazhdueshme që lidhet natyrisht me hulumtimin, që lidhet me zbulimin e mjaft anëve të veçanta të fotografisë si produkt? Po, muzeu nuk ka vetëm jashtëzakonisht shumë negativa. Dhe muzeu ka pikërisht përmban brenda hapësirave të veta edhe këto objekte. Dhe këto objekte janë ruajt sidomos në hapësirat e reja të muzeut që i kishin kushtet me mundësitë më të mira të mundshme. Dhe ky rast ishte për t'i nxjerr ato në dritë që të jepnin që e ideja është të kemi edhe një marrëdhënie, të krijojmë një marrëdhënie me vizitorët e ekspozitës, me një botë tjetër tashmë, por me ndjesinë që kanë krijohet edhe një lloj ndjesie se çfarë kanë përjetuar fotografët deri diku, një thjesht një nuhatje e asaj. Edhe një lloj pra ngacmime me anë të imazheve, me anë të pajisjeve që tashmë janë pjesë, padyshim pjesë e muzeut, por edhe pjesë e historisë fotografisë, pjesë e historisë fotografisë levruar në Shqipëri nga Marubet. Pra, edhe aty gjejmë pajisje që janë epokash ndryshme, pajisje që janë pra që tregojnë edhe zhvillimet që ka pasur fotografia në aspektin teknologjik, por edhe ndjejmë edhe frymën e fotografëve, sepse të punosh me disa aparatura, me një dimension të caktuar, në një hapësirë të caktuar, etj, kërkon kohë dhe elementi kohë që është bazik për fotografinë, bëhet aq më i dukshëm tek kjo ekspozitë. Cilat janë karakteristikat më thelbësore të këtyre objekteve, duke ditur që mjeshtrat e fotografisë i kanë përdorur ato, i kanë manipuluar në mënyrë perfekte, përndryshe nuk do të kishin dalë gjithë ato fotografi kaq të bukura artistike, përndryshe nuk ishte aq i pasur fondi i marubëve dhe i fotografëve. Aty ka që nga mjetet e krijuara vetë, improvizuara nga fotografët, për shembull maskat ndryshme që janë të prera me gërshërë dhe krijojnë për shembull heqin disa tone, diku ekspozon imazhin më shumë, merr tonet me të errta etj, pra janë bërë gjitha gjëra edhe me dorë, pra prerje. Objekte të mjeshtrisë. Po që janë përdorur për shembull për zbavlimin e fotografive dhe janë futur si element plus, këto janë për shembull maskat, janë objekte shumë të thjeshta nga kartoni, për shembull prera, ose edhe nga xhama. Ato që sot bëhen, disa nga efektet që sot bëhen me një klik në celular, aty kanë qenë pjesë ekstra që përdoreshin për të ndihmuar imazhin me marrë një trajt caktuar, edhe deri tek pajisjet
viteve të fundit që të Marubi kishte ateljen dhe që janë shumë moderne, normalisht për kohën ishin shumë më moderne, ofronin shumë lehtësi edhe shpejtësim të riprodhimit të fotografisë, sepse fotografia fillon e merr atë me mundësinë e riprodhimit që ajo ka, bëhet edhe një nga mediumet që shpërndahet aq më shpejt, dhe qëllimi ka qenë gjithmonë që të përshpejtohet faktikisht procesi i fotografimit dhe teknologjia ka punuar për këtë. Dhe aty janë gjitha këto ndjesi që bashkohen bashkur, vizitori do jetë në një botë paralele, pothuajse. Të gjitha i përkasin familjes Marubi, apo hyn edhe materiale, objekte, po e quaj aksesor kur bëhet fjalë për diçka që vetë fotografët kanë shtuar, të fotografëve të tjerë? Ka edhe disa dhurata nga fotografët e tjerë, por këto janë kryesisht pajisjet e përdorura nga Marubi. Me një fjalë janë të ateljes Marubi, edhe me gjatë të thash ka fondi sepse janë dhuruar, siç janë dhuruar edhe si është bërë mundur që pikërisht këto objekte të ndodhen në muze? Kjo është një histori pak e gjatë, ndërlikuar deri diku, sepse edhe unë kam disa boshllëqe në rindërtimin e kësaj rrugtimi që kanë marrë këto objekte, por unë mbaj mend arkiven fototeken që ka qenë fototeken Marubi, që fatkeqësisht ishte lënë në një objekt prapa objekte të tjera, magazinuar, me lagështirë, me kushte shumë të papërshtatshme për fotografinë, për rujtjen, për padyshim të imazhit të filmave etj shumë i papërshtatshëm, kurse edhe për pajisjet njëkohësisht po kështu e papërshtatshme. Dhe në momentin kur është bërë transferimi në ambientet e reja, aty është marrë me rigorozitet çdo për të mos humbur asgjë nga çdo detaj. Po, asgjë nga fondi, paktën nga ajo çka ishte ekzistente në atë kohë, dhe është bërë kalimi tek godina e re dhe janë vendosur në një dhomë me kushte më të mira. Dhe duke qenë se emergjente ka qenë marrja me negativat që ishin pjesa më e rëndësishme për të shpëtuar dhe më ndjeshme e këtij muzeu, atyre i është kushtuar shumë punë, shumë vite për t'i pastruar, për t'i masterizuar. Patjetër, për t'i regjistruar, për t'i vënë për digitalizimi komplet procesit tjetër, për t'i vënë për zarfat e ri që janë mbrojtës, çdo negativ ka një zarf vetin, pra është bërë një punë e jashtëzakonshme për të mbrojtur negativin. Dhe sot i ka ardhur dita, dalin edhe pjesa tjetër, por jo më pak e rëndësishme e këtij muzeu. Në fakt ata tregojnë se pikërisht Marubi pati një marrëdhënie me botën fotografike. Vetë fotografia në Shqipëri erdhi këtu vetëm disa vite pas fotografisë së parë, gjë që do të thotë se ai ishte një artist që komunikonte, do të thotë që ai komunikonte me aparatura, me të çfarë kohe janë pikërisht këto aparate, të çfarë markash. Po thoya që është shikohet vazhdimësia, pra kontakti i vazhdueshëm me botën e fotografisë, sjelljen në Shqipëri e gjithë materialit kohës. Dhe kemi që tek aparatet, nuk e di si thonë shqip, që janë kështu si me tip fizarmonik, prej druri, me ato plan filmet, me stativa druri, me dimensionet mëdha, pesha etj, me të cilat nuk ka qenë e kollaj të punoje. Tek vazhdon shikohet kjo në gjithë hapat, edhe në për aparatat fotografi, kjo është njëra pjesë, stativa etj. Po pastaj qoftë edhe tek pajisjet e studios, shohim që ndryshon edhe sfondi me kalimin e viteve, bëhet sfondi me rtrajta pak më abstrakte për shembull, ose pra
ose materiali fotografik, filmat. Filmat ndryshojnë me kalimin e viteve dhe ato pasqyrohen, ndryshojnë formatet, ndryshojnë mbajtësi nga xhami, kalon në celuloid e tjerë, pra janë ndryshime të dukshme nëpërmjet pikërisht të këtij procesi dhe të procesit fotografik në tërësi dhe ndryshimet që ai merr dhe pastaj si reflektohet tek fotografia që E pikërisht nëse shohim fotografi të realizuara shumë bukur, qoftë të terrenit, por të studios, si mendoni ku qëndron ai çelës, përderisa edhe aparaturat duke kanë qenë aq të jashtëzakonshme që mund të jenë, domethënë të siç mund të krahasohet me të sotmen, po fotografitë shumë cilësore janë produkt i këtu ka një kuptim të vogël që në përgjithësi ndodh gjithë që në aparaturat ato për kohën një herë padyshim ishin shumë të mira. Shumë të mira. Por edhe për ne tash ato janë me shumë të mira sepse ofrojnë unikate, ofrojnë imazhe që ne sot me teknologjinë e re normalisht nëpërmjet efekteve përpiqemi të rikthehemi etj është një trend kështu për të rikthyer tek gjurmët e fotografisë analoge, por që nuk e kanë atë shpirtin e tyre sepse do shikohet edhe në ekspozitë që thjesht procesi që kërkohet të realizohet për realizimin atyre fotografive duhej kohë, nuk është si sot e bën një foto në celular e ke mas pak sekondash online, shpërndan gjithë botën po duash, aty ka qenë një proces që zgjaste me orë në dhomën e errët, një proces tjetër që ishte ai pastaj i vendosjes në paspartu, i prerjeve etj, pra një punë shumë e përkujdesshme nga disa duar, nga disa përvoja njerëzore që gjithë këto materiale i mbartin, i kanë si shpirti i tyre tashmë, kanë fikërisht këtë nuk e kanë këto fotot që flasim sot. Ju po thoni është ndryshe të kesh një punë dore artistike dhe ndryshe të kesh një punë të industrializuar. Padyshim. Ajo nuk, në fakt ishte e pashmangshme për fotografinë sepse e kërkonte vetë karakteri i saj që të shpërndahej shpejt, që të jepte qoftë edhe një lajm etj dhe prandaj thash edhe parë që ishte gjithmonë përpjekja për shpejtu procesin, por sot ka edhe shumë që përpiqen pikërisht bëjnë kundërtën, që të krijojnë një lloj ngadalësimi, një lloj qetësie brenda kësaj zhurmës që është krijuar në botë, qoftë edhe zhurmës me imazhe. Në fakt ekspozita ka këto eksponate, këto aparatura, mund të thoni diçka, janë vetëm aparate fotografike apo janë janë aparate fotografike, jo aparate fotografike në sensin një aparat për të bërë një foto, por janë për shembull stampatrice, zmallues, janë gati kështu disa figura robotike të përfshira në muze, të cilat qëndrojnë hapësirë në një mënyrë të caktuar, të cilat komunikojnë sepse janë edhe funksionale. Kjo është edhe një kënaqësi që ne kishim gjatë procesit. Keni provuar të realizoni diçka rreth asaj? Po, ishin 40 vite të pa vënë në përdorim ato. Dhe një klik ose një qilc, një buton, edhe funksiononte gjithçka si fantastike. Prandaj po them është një përvojë shumë gjithëpërfshirëse, sepse për një fotograf diskutohet që është edhe ju sini ndjerë gjatë kësaj marrëdhënie. Sepse vetë jeni ju thatë unë kam një dhomë të errët, përpiqem të kthehem asaj mjeshtrie të hershme. Ajo ndjesia është e papërshkrueshme, është edhe një lloj gëzimi njëherë kur i sheh këto aparaturat punoj, sepse edhe sot edhe laboratorin që kam unë në Gjermani për momentin, atë e kam krijuar duke gjetë diku një gjë tjetër, edhe nuk është kollaj ti shohësh gjithë ato pajisje që dhe gjendesh përballë tyre, të thuash tash
do ndizën këto, do japin një shenjë jete, dhe kur e sheh që funksionon, është sikur ato të ftojnë që ju vetë si fotografe e aplikoni pikërisht në mjeshtrin tuaj, sepse ju realizoni gjëra shumë të bukura, aplikoni pikërisht këtë lloj mjeshtrie të hershme, po shumë artistike. E aplikoj në momentet kur është e mundur, sepse ajo do pikërisht qetësinë dhe do një lloj do të futesh brenda hapësirës dhe të rrish atje ndoshta dhe me muaj. Megjithatë e aplikoj aty ku ndjej më shumë, si më thënë, tek këto projekte që unë i kam më për zemër, tek zhvillimi një ideje që për mua ka një stad tjetër ndjeshmërie, asaj qasem më shumë nëpërmjet rrugtimit analog, që do kohë, që do të prekësh materialin, që do të rish me të për një periudhë kohe, edhe të gabosh, edhe ta rikthesh, me fjalë këtë fotografia si proces. Po, këtë ta jep krijues. Po. Edhe të jep mundësinë edhe të bësh edhe disa gabime teknike, por që nganjëherë, për shembull, shpesh nga e thojnë fotograf të ndryshëm që disa fotografi që janë bërë edhe pjesë gjurmëve fotografi botërore, me një fjalë, kanë qenë nganjëherë kanë ardhur nga një gabim që është bërë gjatë procesit interesante, të zhvillimit ose të larjes filmit, ose i ka hyrë drita një cep, pra i është nxirr imazhi diku, por ndërkohë ajo është bërë një moment estetik vendimtar pastaj. Edhe duke pas edhe këto element, mua më pëlqen shumë, më ngroh shumë më tepër, sepse është më afër njerëzores që ne bëjmë edhe gabime, në fakt ekspozita do të ketë vetëm këto objekte, eksponate, apo është kompozuar edhe me të tjera ndjeshmëri? Është kompozuar, janë 3 hapësira, unë do doja një pjesë të jetë edhe një lloj surprize, sepse do jetë po natyrisht. Ajo është ndarë në 3 hapësira, ka edhe disa imazhe që do jenë të ekspozuara, por që prap janë imazhe personale të fotografëve vitet e fundit në atelje, në dhomën e errët. Ka disa... Pra, gjithmonë është për te objektivit, atje ku punohet për fotografin. Po, me një fjalë janë ato momentet, dhe pra krijohet ajo relata pastaj mes fotografive që do tregohen aty, dhe aty kuptohet se si qëndronin vetë personazhet brenda atyre, ose në pranin, ose të rrethuar nga ato objektet që do jenë të rrethuar edhe vizitorët. Pra, do jetë edhe një udhtim kohë deri diku, por është edhe një farë dialogu me punën, me mjeshtrit. Si mendon, këto fotografi janë të bërë po nga mjeshtra? E kanë paraqitur në një farë mënyrë psikologjinë e punës, interesimin? Po, kam përshtypjen që janë bërë brenda shoqërisë tyre, edhe sepse nuk i kanë autorët, janë vepra të nxjerra nga janë të regjistruara gjitha, po është një raft që quhet ekstra, dhe aty mungon autorësia. Megjithatë, nga ajo çka mund të përfiturohet personat që kanë qenë pranë etj ateljes, kanë qenë vetë fotografët, kolegët e tyre, laborante etj. Edhe janë edhe momentet pra brenda familjes Marubi, janë pra disa shenja që ato tregojnë që janë brenda Shumë interesante. Nëse Marubi ka paraqitur dhe i ka dhuruar njerëzve me shumë dashuri artin e tij nëpërmjet fotografisë që ka realizuar me galeri të pafundme, personazhesh, njerëzish, portretesh, situatash etj. Tashmë ndodhen mi për te objektivit në atë se çfarë ndodh pikërisht me këto mjeshtra. Kjo është. Pra ne po shohim këtë rast pak nga jeta atyre, po shohim
hapësirat, gjërat që ato i E ke rrethonin. pasur të vështirë ta kurosh këtë ekspozitë, Orestja, nesër është ekspozita, ha? Nesër Ke është emocione hapja, ndoshta. Padyshim. Edhe është gjithmonë mua më pëlqen shumë rrugtimi që bëhet, me fjalë procesi është ai ku unë lumturohem më shumë. Kur përfshihesh. Që jam e përfshirë. Pastaj ditë të fundit normalisht e sheh të realizuar ka po kështu kënaqësinë e vet dhe pastaj para hapjes në përgjithësi unë do doja T'ishe e qetë. Tisha e qetë. Por kjo ka për mua ka qenë e thjesht për disa arsye dhe pastaj po për disa arsye tjera e komplikuar dhe po e shpjegoj pak. Ose po filloj nga komplikuara sepse ishte fakti që unë nuk i njihja objektet dhe përballesha normalisht vazhdimisht ato dilnin nga hapësira ku ishin ruajtur dhe unë tash i përpiqesha të krijoja në kokë një tër, por njëkohësisht ajo që më ndihmonte pra pjesa e thjesht ishte e thjesht s'mund të them, po ajo që më ndihmonte ishte fakti që unë kisha përvojë me material të ngjashëm dhe arrita të krijoj një marrëdhënie mendoj të balancuar mes funksionalitetit që këto objekte kanë dhe muzealitetit në të rast që ato do kenë. Pra do t'i kenë të dy elementet, sidomos njëra nga hapësirat. Pra kjo do të thotë që mund t'jenë edhe të aksesueshme për një moment apo për një arsye. Në fakt çfarë firmash janë këto aparatura, këto aparate? Firma që tashmë nuk ekzistojnë, ka për shembull letra edhe aparatura ka shumë nga Agfa, ka nga Ferrania letra që janë ka nga këto për sa i përket materialeve letrat e këto edhe Agfa ka dhe objekte, ka pastaj disa zmallues që janë nga Italia, po janë gjeneratash ndryshme, aty sheh ndryshime të jashtëzakonshme të teknologjisë. Aparate ka dhe ato nga Linhof që është një ndër aparatet më të mirë që është dhe ka ardhur vitet e fundit me sa duket aty. Por ka dhe aparatet vjetër që tashmë nuk ekzistojnë më si emra. Janë me fjalë gjatë këtij procesi edhe u rizbuluan edhe disa karakteristika, u bën edhe kërkime, por kjo ka qenë punë e pamundur për mua po të mos kishte qenë stafi, sepse ishte një intensitet i jashtëzakonshëm. Kjo do të thotë që Marubi ka patur një marrëdhënie të jashtëzakonshme, jo vetëm me njerëzit, por edhe për të siguruar gjithë atë mundësi për ta fotografuar me firma të ndryshme gjithmonë jashtë Shqipërisë. Janë udhëtimet e tyre që kanë bërë më mirë i din Luciani Leka që janë përfshirë prej vitesh në gjitha detajet madje Luciani edhe doktoraturën ja ka drejtuar kësaj figure madhore të artit, por jo vetëm. Dhe janë bërë pikërisht edhe shumë hulumtime për sa i përket jetës së tyre, lëvizjes që ato kanë pas në edhe marrëdhëniet me shtetet e tjera për të sjell pra edhe teknologjitë që ishin të përshtatshme për kohën dhe për vetë atë. Orestja, për ju si artiste, çfarë përbën pikërisht kurimi i kësaj ekspozite? Ai është për mua ishte qëllimi ose dëshira ishte që të krijoja paktën një gest me të asaj që mund të jetë marrëdhënia e një fotografi me botën e vet, sepse nuk është ajo që bëhet me një celular. Dhe pikërisht kjo ishte të arrish të krijosh një gest po brenda një hapësire që sot lëviz shumë shpejt që do që kërkon koherencë. Po. Me fjalë ekspozita ka dhe koherencë, ajo është e sjellë në një formë të tillë që
thash edhe për shkak edhe të funksionit, por edhe për shkak të mënyrës se si ajo është paraqitur, do krijoj, mendoj unë, një marrëdhënie emocionale të nevojshme dhe të arsyeshme dhe të mjaftueshme me mendoni se do të ketë interes tek vizitorët? Duhet ta ndjekin pikërisht këtë ekspozitë. Mendoj që nëse sidomos i herë për ato që janë të interesuar, s'po them vetëm për fotografinë, por edhe për historinë dhe kulturën. Patjetër, është shumë e rëndësishme. Pastaj qoftë edhe për të marrë disa impulse emocionale të një bote tjetër, sepse aty do shpaloset diçka ndryshe nga hapësira. Shpesh pikërisht këto ekspozita kanë edhe rolin e frymëzimit, duke u drejtuar pikërisht kësaj ndjesie që të ofron, edhe që gjallon me një punë shumë cilësore, me dëshmi e një. Ajo do ishte aq e pëlqyeshme sikur ky frymëzim se ka, unë e shoh që ka shumë brez të ri, shumë të rinj që kërkojnë të merren me fotografinë, por nuk duan thjesht të kenë një aparat digital ndoshta, dhe duan të merren shkojnë pak më përtej. Dhe mendoj që ky ambient do i krijoj, të paktën do t'i japi një lëkundje emocionale që mbase edhe të përpiqen në të ardhmen të ndërtojnë vetë diçka të ngjashme. Janë vlerat të shumanshme, duke u drejtuar pikërisht këtyre dëshmive të jashtëzakonshme, do të thoja që vetë muzeu, vetë puna juaj, vetë kjo ekspozit ka një vlerë të veçantë. Mbetet për nesër, në orën 18, pikërisht në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi, për të ndjekur ekspoze këtë dëshmi të punës, mjeshtrisë, artit, kulturës, historisë, së një dinastie, siç është Marubi, që pason me kulturën dhe me historinë e saj shumë çka në artin e fotografimit. Orestia, unë të falenderoj sepse gjithmonë takime me ju më ngjall shumë ndjesi të bukura, jo vetëm nga mjemri Kapidani, i cili është shumë i nderuar dhe artistik, me babën tuaj Gjon Kapidani, me vllain tuaj Markelianin, Orestia, por edhe me atë pozicion shumë të këndshëm që artistik që ti ke në lidhje me këtë art të mrekullueshëm. Të falenderoj dhe të uroj gjithmonë suksese në gjithë rrugtimin tuaj artistik, ashtu si që e shifni, si kuratore, si mentore shpesh e projekteve të ndryshme, por edhe si fotografe, si krijuese natyrisht. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Nesër në ekspoze në Muzeun Kombëtar Marubi, këtu në Shkodër.